Do që vjetë Romeo dhe si Po konë mi pra Romeo. dakord, sigurisht Për te Romeo jo po diska tjetër, për simbolikën mos ma hop Patyqim ky gastar. Romeo ishte më favorit se Gastar Egla. politikën ka sens ka po them kjo. Bëje paralelistit të shpirtu Elian ka Arbër. sens shumë ka po them kjo, për të shpjeguar diçka për njerëz E që më e kanë morën kapacit. vesh që njëta gjë që ka ndodhur një të Jo, tjera në ndodhen fund, në këtë në vit, fund, shkoj Egli me Julin, Jul dedën pse se pesa e aktorit dhe emrit, po besoj që i ka shtymi që ata dy emra. Çka po bën frikën? Po bën frikën, thonë se unë të eliminu Egli e para, ose po zot, pjesë i dytë dhe në fund është dy emra që janë me pesa artistike që mund të Laenci dhe Rozana. Në kjo është ajo që du me jap në tekste. Që dhe ka të mund me po, ne këtona para prakisht jam, për partijë, du me besu një variacion. Du me besu, por që ka të mund të mishë qera me që kjo po në reshtë të hartë për të rikës. Që të shumë të jetë po, të më fotohë, të po për mes të Facebook-u, dhe të mërit dhe Mendoti që me votat, se unë jam me dorë në zemër jam i sigur që Gjeshti ka marrë votat, pra nuk ka ku shkojnë më me votat. Qatë trapin për votat të vlasë tash ka ardhur momenti që ta marrin ata që duan ata. Olja, pelojmë dhe tash kjo është këtë që dhe kjo është Ka vlasë produksioni këtë rrasë. Olja, kemi pauzë, nuk kemi argumentet forta, dhe përderi sa nuk i ka pati që kush të pshena, me tona me një shok votat, edhe me dalje këtë ndoshta me vërgëtu të mundës të të dojnë me dhe jekë të deklaratës të bëri këmi. Qka për të me po në? Mirë, tani të gjo, Po, jo, për të Po Egla do e fito, po çuditi një Shqipëri të tërë fitoria e Eglës apo o, tash vetë unë para prakisht. Po tallesh ti tash. Unë tash para prakisht, por që E pra, po kush ja dha çmimin Eglës? Shqipëria apo Kosova? Unë e kom dozën e frigës, mendoj që Top Channel e din që domethënë mundet me nëse nuk i respekton rregullat bazë që i ka Big Brother, që vota, atëherë ka me pezmatuni publik tan, e që nuk është numër të vogël që e mbështesin gjestin. Gjithmonë të thirrë ajo dhe të besu që janë të votu edhe nuk janë të marrë me rrjetet sociale, se nuk fiton digu përmes rrjeteve sociale. Kto po bëj thirrje. Bravo. Unë kum dëgju fjale, lafe, që ju i fiku... Po si pas ka rëndësi rrjetet sociale. A mund t'i bëjmë një pyetje e lirë? Po ajo, qa ishte ajo që dërgove? Falem që kjo pat... Mirë nga sa njerëz kështu që thanë që është vendosur në tavolinë kjo ndeshje, tha do e marri Gjesti, e kupton? Kështu që... Isha, që nuk ka bre dhe ma... Unë kom dëgju që kam i pëllezim të frikshëm Rozana Radi, tu përshjem në atë më të ndaj që e milionera. Tash po flasë për me letra qeli, ke Noizin që është një mik i ti i shumë i afërt, kom dëgju që është impliku shumë për me mbështet, që nga ana financiare, me shpëndarje vota shë këse. Abdi tash duhet pak me pa mënyrë ma racionale, abdi nuk bën me përjashtu Rozanën pse na dum, ose na neve na pëlqen loja gjestit, por që këtu është domethënë punë çështje votash tash. Tash sa njerëz mobilizohen në terren, sa ka njerëz në terren që lubojnë për ta, dalin votojnë për ta. Domethënë fund ditës in the end of the day, po them rrekullia s'ga 30 kanë me fol 30 si ja dhan, ja bën, si ja bën. Fund po. Aq është 30, kështu që prapë me bothiri unë kum kryes, më lejohet më shumë se kaq, kum votu sot. Kush ka mundësi 5 vota votoni për një numër. Votoni. Nëse do një realisht mi u plotësu që është që ti po punon që për Top Channelin ti dhe vjen këtu ke këto live-et tona të bëj lek Top Channel e interesit e po të duhet më unë po them po bëj thirrje me njerëzit do arbër këtu në live që të dëgjojnë ty si të flasësh si Ledioni o Bujdell. Sara, u po bëj thirrje me votu për Gjestin, që më të thonë votoni për Rozanën, se më fund të besu që jo më ti punon për Gjestin as për Rozanën, punon për Top Channelin që të fitoj lek nga votat. Okej, njerëz, dëgjoni, mos vot. Po fajtona me dasarë, mos shoni asnjë vot, është të vendosur gjithçka. Takoni ardhi nesër në autobus dhe merrini ato 50 centin e biletës. Okej, që kjo është çfarë do të thonë, mos votoni njerëz.
Mos Ai votoni mos votojnë se do t'ja japë produksioni kujtove. pas ka marrë fund kjo punë. Okej, atëherë të më thonë, mos besoni mua asën Po të zemër, channel, asën format. dëgjoj. ndonjëherë- U kry natën e Po, mirë, u Arbër, kry. jo, U kry çdo natën e sen. mirë. Ndonjëherë U kry çdo sen. luan dhe U këtë kry. lojën kështu për ta mbajtur publikun në tiro, luan dhe këtë lojën që bën gjasme sikur do e marri dikush gjatë gjithë kohës, e kupton, dhe në momentin e fundit pastaj e ndryshon me të drejtat që ka vetë, që i konsideron si të duhura vetë. Dhe kjo pastaj jehona e Big Brotherit do vazhdojë edhe disa muaj pasi të mbarojë, e kupton? Se Arbri e tha mirë për shembull që Romeo ishte i pakontestueshëm si fitues vitin e kaluar, e kupton, dhe kur e fitoi Egla, Bile ajo Siler, përfolja me ta plotsu, pengu që kishim pas që se ka fitu Donaldi, ka qenë dy herë motivi e mobilizimi më i madh që bilet pak të me marrë Romeo, copy paste, a bëdem, bile me fitu njoni për dyve. As atëherë nuk o ndodhi, unë që të frike kom. Tani Nuk po gjithë flas. diskutimi është vetëm një, edhe i vetëm. Rozana dhe Gjesti. Tani Egli dhe Laerti nuk mund të diskutohen për fitore. Jo, Ata kushdo që ta fitoj është në rregull në parim. Tani do flasim parim ne apo edhe parim edhe në praktik. Nuk mund të llogarisim. Dhe diskutimi ishte që këto surpriza na i ka ofruar shpesh neve produksioni. Edhe kemi shembullin e vitit kaluar që e mori një person që nuk e donte publiku që ta merrte, po ja që e mori. Edhe në këtë kontekst u hap diskutimi që mos është më mirë të mos na duket çudi edhe që t'ja japin Laertit. Kjo është diskutimi. Votoni, shko atje ke zëvendëso Ledioni. Shiko, lufta më e madhe vjet ka qenë midis Eglës dhe Romeo, se kupton? Kështu që qëre, është e njëjta situatë, nuk ka situatë ma copy-paste e vitin e kaluar. E ki dhe me thoni Rozana Radi, që dush me përkthy Egla Ceno, e kini Jul Deda që mundosh me përkthy lirisht si Lart Vasili, edhe njëjti profil e njëjta, edhe kini Romeo që mundosh me përkthy si Gjesti. Inshallah nuk përsëritet formula njëjtë. Mos e merr një copy-paste njëjtë 100%, se nuk është kjo 100%, po paraforsisht profile të ngjashme. Romeo djali simpatik, Ardini dashtun shmeker, njëjtë si Gjesti, Egla, Rozana, Pesha. Mos e krahaso tani Romeon me Gjesti. Nuk bëjnë krahasime se Romeo nuk ishte lojtar, o vllaj. Romeo në figurative po flas për me pas idenë për çka po flas publiku. Domethënë edhe ki pas një Juldeda që është i Laerti. Laerti domethënë është i sofistikuar, Juldeda. Po si që Juldeda si Laerti, të lutem, mos i bëj këto krahasime lidhje. O, artist lëk. Ta sora e kam kuptuar çka po flasim po. Çik vitet e kaluara. Të lutem, sa mos i di. Po me artin vrem të lidhë si ka vallatoras, ko kanë element sot. Unë vi lidhi me artin, çka dallon Juldeda me Lart Vasilin? Dy aktor, njëri aktor shumë i mirë, babën super aktor, një histori shumë të fortë, nuk e fitoi. Kurse Laerti e ka mamin ushtarake, çfarë lidhje ka? Sa ka pau, Laerti. Sa ka pau. Nëse në art besoj unë të paktën në teatr Laerti është shumë më i përgatitur se Juldeda, s'ka të bëj fare. Absolut, o bal, pe marr veç për peshën e emrit, çdo po flas Juli në atë kohë shumë emër. Analiza artistike tani se si jemi kritik arti. Çfarë po do me bodasor? Veç kallzona çfarë po don ti me bon apo bojm? Cila linja që po do me ndjek? Unë as me fol me logjik, morti, a ke? Po ja unë po flas me logjik. Dhe gjëm gjapo të kam dasara. Tu fut ty dyshimi apo krymi që mund ta marri Laerti mas asaj që Peder ta. O jo, s'u më fotu se a thash më herë se unë e fiton Laerti, nuk e thash për mos nxjerr fjalë figuese se kum po. Vetëm unë. E ka thonë Leon. Qeshtë ju. Po bën pyetje. O çuna, po mos u allakatni më çuna kështu se na tranove dasar. Nuk e kupton Big Brother sinqerisht. Sinqerisht e kupton Bigun. Okej, nuk ka jam këtu të tregosh ti kuptoj Bigun. Se kupton bre. Fillim fare O Mandi, më dëgjoj. Në fillim kur hym në live ishte ora e 45 minuta, nuk ishte fillu prime, nuk i kishim parë ato që mund t'jenë të lexosh në rrjeshta. Kjo surpriza, gjithë fjalët e mira që Ledioni i tha Laertit, më bën të mendoj të lexoj në rrjeshta me intuit që ndoshta mos ja japin atij dhe ne e kemi bërë këtë diskutim sot edhe në WhatsApp. Që po flitet që t'ja japin Laertit. Çka ka këtu tash me kjo është çështja. Po shiko, po Laerti nuk ka bazë, nuk e justifikon dot fitoren, e kupton, sepse nuk ka. Po pse më justifikonte Egla vjet? Këtë po them pra. Kjo është çështja për tu Po shiko, për Eglën vjet ka folur gjithë Shqipëria, ne e mbajmë mend ça si shpërthenin njerëzit e portalet, e kupton, kurse për Laerti njerëzit nuk kanë folur. Po çfarë thua? Çfarë thua që e shanin për keq?
Publiciteti i keq është publiciteti më i mirë. Të paktën flitet dhe ajo intereson produksionit, e kupton? Po, Sa më shumë debatet janë të bëhen aq më shumë. jo që të fitojë o buri dhe është, do me thënë kjo tani. Mos e doj publiku, edhe ta fitoj ajo se se deshi publiku. Po një publiku të dos të voton, si e fitoke? Ta shiki pra debati, ky është diskutimi. Po dhe, e pikrisht në që ata i mora disa shembuj, që ta ilustrojnë, ta vërtetojnë këta që pëthu. Që se dikush mundet më shumë me thonë që ka ndash të rjesha Shaqirën ma shumë se Donald Veshaj, atëherë unë që tash me mbyllë live-in apo dal. Deri tani, me çfarë tha Ledioni dhe se si e servirën në finale sonte surprizën e Laertit, më ja një dyshimi që do ja japi. Po ja shohim një të gjitha surprizat se besoj se ai do ketë superlativa. Si do të jenë surprizat e tjera sepse dhe vetëm unë japin informant vogël, Rozana Radio Edhe Jul Dedës vitin që kaloi, po pikërisht akoma më të madhe se kjo ja bën, me tavolinë, me tulur, me të ndërë gjitha Shkodrane, me gjitha aktorët më të mirë, po kjo është e vërtet. Kështu që s'është që di, okay. Mbetet për të parë edhe 20 sekonda rinisi. Okej, edhe një gjë tjetër Rozana unis për ka një surprizë, po dihet tashmë është e motra. Edhe është Monika, do të fusim te tjetra se na iku kjo. Është në një ambient fantastik, është në amfiteatër. Duhet jetë në një galeri arti, në një gjë. Jo. Liam, ku është? Kujt i flet kush aty? Është në amfiteatër, kështu që bën gati. Meridian. Prandaj ka vajtë Meridiani atje. Qisa i thellë që është ky Meridiano Dasar. A e shef? Ka pozicion djalë, ka pozitë që runë me nder edhe me punë. Se ka vajtë atje se se kuptova? Pikërisht për surpriza pra te amfiteatri në te liçeni. Rozana. Po duhet jetë Meridiani t'i hapi derën. Po, se kemi drejtor të amfiteatrit. Po, normalisht është drejtor djalë edhe Meridiani. Po do të pastaj Meridianin. Okej, hajde. Hajde, që të video tjetra. A pse ju jap informata, unë jes pa informata.